Në fakt, zoti kryetar, Së dytë nga prokuroria e posaçme për imunitetin e zonjës Balluku? Për çfarë kishe festi? Kishte festa U jo. fshehet tash. E para, nuk ka një kërkesë të tillë, ju e dini që brenda në çdo rast të kërkesash të ngjashme, brenda 48 orëve njoftohet njofton më një herë antarët e Këshillit për Rregullorën dhe Mandatet. Unë jam njëri prej antarëve të Këshillit për Rregullorën dhe Mandatet, nuk ka një njoftim të tillë. Dhe unë e kuptoj që lajme të tilla të rreme në këto kohë dezinformimesh janë të përditshme, por e konfirmoj që nuk ka një lajm të tillë. Dhe ndërkohë që pash me shumë kërshëri sot se përveç se opozita bën zëdhënësin e prokurisë posaçme në mënyrë të rreme, siç është dhe rastin fjalë, sepse dëgjova dhe një deputet Partisë Demokratike që sa e tha këtë, edhe rastisht ju syrit e Partia Demokratike nga njerë thonit një dhe gjë rastisht, se në përgjithësi nuk ndodh kjo. Dhe po ashtu pash po bëhet edhe një zëdhënje në emër të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pa e bërë ju pyetjen, po e jap unë përgjigjen. E thash edhe në seancë, po e përsërisë këtu. Do të komentoj për një lajm që qarkullon si gjoja e një suksesi protestës, se protesta ja pas arrit qëllimit duke hequr non gradën e Sali Berishës. Do ta komentoj këtë vetëm kur të ketë një njoftim zyrtar, sikur se ka ndodhur në 19 maj të vitit 2021, pra kur ka pasur një njoftim nga sekretari Amerikan i Shtetit në atë kohë. Sa po të ketë dhe një njoftim nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kushdo qoftë ai, apo nga Ambasada Amerikane në Tiranë, do ta komentoj. Në vlerësimin tim, Sali Berisha është shpallur non grada për korrupsion të nivelit lartë dhe për minim të demokracisë. Fakti që ka një proces penal me akuzën për korrupsion besoj fort në drejtsinë shqiptare, kështu që në këtë këndvështrim komentin për heqjen apo jo të asaj që në mënyrë perfrazuar, sepse 7031 C-ja neni përkatës mbi cilën është bazuar shpallja non grada është më e gjerë se kaq. Megjithatë do ta komentoj kur të ketë një njoftim zyrtar, se s'mund të them që shikoj se më morën mëngjes telefon dhe më thanë ma kanë heq. Po një koment, zoti Balla. S'marrin as nga telefoni jot, po të marrin nga telefoni Zoti Balla, një koment mbi një deklaratë një ish kolegu tuaj, socialist Petro Koçi, i cili është shprehur se Partia Socialiste në qarkun e Fierit nuk ka vjedhur vetëm zgjedhjet dhe nuk ka vjedhur vetëm kundërshtarët, por dhe brenda vetes. Keni një koment për këtë deklaratë? Unë nuk them drejtën, nuk e kam ndjek një deklaratë të Petros dhe refuzoj të komentoj mbi diçka që se kam lexuar vetë, se kur e thot dhe i gazetari i Syrit, pastaj është merr për masa dhe më të vështira për ta komentuar. Por të them drejtën nuk e kam parë. Megjithatë, domethënë ditë të nxehta me temperaturë dhe secili ka edhe këndvështrimet e veta, por mendoj që Partia Socialiste e Shqipërisë Fierin e ka kryeqytetin e vet. Unë kam drejtuar qarkun kam qenë drejtues politik në Fier, kemi fituar gjithmonë në Fier, kemi fituar dhe në ditët tona më të vështira dhe do të vazhdojmë të i thellojmë fitoret tona aty. Zoti Balla, për revolucionin, dje a pat më shumë se 2000 protestues? Po, ishin më shumë dje. Sa ishin dje? Nuk i kam numër dje. Meqense përpara kishit një numër. Të lutem, nuk i kam numër, ishin më shumë se sa por një protestë kombëtare, siç ishte njoftuar. Apo jo, e kam gabim? Dje ishte protestë kombëtare, nuk ishte, të lutem, nuk ishte një protestë lokale. Padyshim që dje ishte edhe gjithë Partia Demokratike në protestë, nga kampioni protestave të Partisë Demokratike Sali Lusha, tek gjysma e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të gjithë kryetarët e grup seksioneve të Partisë Demokratike. Kështu që nuk më bën përshtypje që protesta nisi si një protestë lokale për Flamingo
Dhe ndërkohë që bufat kanë filluar ta ndjejnë veten si flamingo. Po ata socialistë i keni parë në protestë zoti shiko, Unë personalisht kam parë disa prej tyre që kanë qenë mbështetës, disa ndoshta edhe drejtues të Partisë Socialiste gjatë proceseve zgjedhore dhe i kam parë në protestë. Keni një fjalë apo një mesazh? E para është që Partia Socialiste e Shqipërisë është partia më e madhe në Shqipëri. Ka marrë 856.177 vota në 11 maj të vitit kaluar, një rekord historik që asnjë parti politike në Shqipëri nuk i ka marrë. Është një kontratë e cila është firmosur me shqiptarët me këtë votë plebiscitare, e cila na ka mundësuar të kemi 3/5 e Kuvendit të Shqipërisë pothuajse, për të çuar përpara disa reforma. Siç e pat sot votuam të shqyrtojmë me procedurë për shpejtuar një paket ligjesh që lidhet me procesin e përafrimit të legjislacionit të Shqipërisë me aki komuniter. Sikur se e thash sot në emër të shumicës parlamentare, Shqipëria nuk e ka luksin të humbi një projekt aq të rëndësishëm. Dhe ndoshta mund t'ju duket një koincidencë, po ndiqja dje një intervistë në Fox News të presidentit të Serbisë, në fakt në rrjetin në X, që thoshte që presidenti Trump është i mirë se ardhur në Beograd të Serbi, ku do të mirëpritet nga qindra mira qytetar. Jam shumë i sigurt që presidenti Trump do të jetë shumë i mirëpritur në Shqipëri vit në ardhshëm, kur të vi për summitin e NATO-s në Tiranë. Dua që të bëj me dije që sa i përket këndvështrimeve të mia për protestën, jam kundër çdo thirrje antisemite. Jam kundër çdo thirrje kundër Izraelit dhe popullit Izraelit. Jam kundër çdo lloj forme diskriminimi. Kemi parë dje një shfaqje të turpshme ku u shfaqen forma diskriminuese. Të lutem, ta mbaroj. Atëherë thelbi i protestës, thelbi patjetër. Mira njerëz nuk kanë dalë vetëm për flamingo, sa i përket thelbit të protestës, ju lutem, tash nuk mund protestoj syri në komunikimin tim me mediat. Po prapo tani këtu je i detyruar të sillesh si gazetar, si qytetar e ke masdite. Si gazetar e ke këtu. Si qytetar, se them të drejtën, ju kam parë të gjithë gazetarët e Syrit që marrin fjalën protestë, marrin dhe drejtimin e protestës. I ke të gjithë. I ke të gjithë. Po ta mbaroj. Ta kam nxjerrë me fotografi. Nuk është i Syrit. Po jo është i Piranës. Emisionin e fjalë blen kohën tek Syri, nuk është i Syrit. Prandaj them që po keq përdoroni çfarë. Jo, ndodh në çdo televizion, shita kohë televizion. Të lutem, dakor. Fakti që ti je një personazh i ekranit, pastaj se si keni ju kontrata është puna juaj. Të shkojmë tek thelbi. Kam dëgjuar nga ju, që ju respektoj shumë, realisht, se bëni punë kolosale, që në raportimet tuaja ka pasur dhe një grup nismëtar që kanë depozituar një kërkesë për ndryshime. Ashtu nuk është vërtet. Është edhe pa vërtet, është hedhur poshtë nga ata personazhe. Po më ju e keni raportuar çfarë them në shtet. Për një pjesë e juaj. Okej, dakor. Pra nuk janë përfaqësues protestës ata atëherë. E shko, atëherë deri kur të ketë një përfaqësi zyrtare të protestës, do komentoj dhe kërkesat e protestës. Zoti Balla, jo, po pse komentoni vetëm ngjarjet veçanta të protestës? Po, një sekondë. Shqipërisë, je edhe nga golemi. Zonja Spiropali ka thënë se Shqipërisi duhet një kontratë e re me qytetarët dhe në një farë mënyrë ka dalë në mbështetje të protestuesve për zbërnecjen. I ka ngritur këto shqetësime në mbledhjet e grupit parlamentar dhe keni ju një qëndrim për opinionet e saj lidhur me situatën politike në vend? Unë nuk ndjek postimet e gjithë deputetëve apo antarëve të Partisë Socialiste, të lutem. Po se jam kryetar grupi, kushdo që ka një shqetësim, sapo e kam zhvilluar sot mëngjes mbledhje e grupi. Po, e ka shprehur? Po si ishte fare. Kështu që kur të vit ma thot aty dhe unë kam komunikim me të gjithë edhe me kolegën në fjalë. Do ta dëgjoj me vëmendje dhe më njëherë pasi ta dëgjoj do të vi dhe këtu para jush, t'ju sqaroj dhe ju. Zoti Balla, me që ju po prisni një... Ma tash nga një për shtëpi tash, jo vetëm syri tash. Po.
Me që ju përprisni një grup organizatorë që të keni mundësi me komunikuar, patjetër, nëse ato shko, o Klajdi, unë do kërkojnë dorëheqjen tuaj dhe të qeverisë, do të pranoni këtë kërkesë? Dorëheqjen time kryetar grupi. Jo, qeverisë, të kryeministrit, qeverisë. Këto. Se kështu. Dëgjoj, po më patjetër se ma kërkoi edhe ky, se erdhi edhe ky Agron Shehej, cilin e kanë përzënë dje nga protesta. Edhe thoshte, të lutem, po unë kështu kam shumë. Po më ti e me Agronin dhe kuptova. Dakor. Po shumë mirë. Edhe Euronewsi është me nese. Atëherë flasim, të lutem. Është korrekte në di unë të paktën kaq karrierë ose vite mbi supe që ti të komentosh kur ke një palë e cila artikulon në emër. Unë, për shembull, isha keq informuar nga rrjetet sociale, siç janë keq informuar dhe protestuesit edhe të tjerë, që pas ka pasur një grup nismëtar. Ja, ju ma sjarut. Edhe, prandaj, nuk them kot që ju bëni punë shkëlqyer. Pra, të lutem. Ama se jam nga ata që rri më shumë se kushdo, po, tash. Ta mbarojmë për te. Dakor, e keni fajin vetë, se s'keni pas kohë. Ta mbarojmë të gjën. Pra, kur të ketë një gjë konkrete, pra, sepse ajo që po ndodh me protestën është që vihet këtu në Kuvend dhe çohet Ina Zhupa, çohet Agron Shehaj, çohet Belin Klliçi, çohet Sali Berisha, çohet Flamur Noka dhe flasin emër protestës. Tani pyetja që ime që është, e kam thënë dhe javën e kaluar. Jo, të lutem, këta nuk janë përfaqësues të protestës. Pas ju si. Unë jo kurse si. Po keni folë dhe ju. Po jo më fare, s'flas fare. Fare nuk flas. Po fare, tash kjo është. Po vin këto përfaqësuesit, kryeministri është i gatshëm të japi dorëheqjen. Jo, e para është që kryeministri ka një kontratë solide me shqiptarët dhe nuk ka asnjë ditë për të humbur. Po. Kërkohet nga Bashkimi Evropian 2 ligje, së paku. Zonat e mbrojtura të anulohen ndryshimet e 2024-s si investime strategjike. Si janë për më herët? E para është unë kam një kalendar, ju ftoj nesër nëse doni, maksimumit të hënën, jo të hënën jam në Parlament Evropian, po nesër nëse doni kam një kalendar në zyrë të detyrave të shtëpisë që vinë nga rruga jonë europiane. Dhe kjo që thoni ju më rezulton të paktën, por javët në vijim nuk më rezulton detyrë shtëpie. Po të lutem, unë jam transparent. Të ajde nesër, ore lej këto deklarat publikisht. Po të lutem, unë po të them që kjo gjëja që thua ti nuk ekziston. Hajde, unë e kam, dëgjoj, unë punoj me një kalendar të cilën e konsultoj me kryenegociatorën tonë në mënyrë të përditshme. Sot kam votuar në Kuvend futje me procedurë të përshpejtuar 2 ligjeve që më kërkohen nga Brukseli deri në fund të korrikut. Dhe por që fund korrikut miratuar, që do thotë më duhet i votoj me datë 18 në seancë, të shkojnë ke presidenti i Republikës, të marrin shpalljen me dekret dhe pastaj është dai 15 ditë që 2 fuqi, kështu që është një kalendar që nuk lëviz dot. Ajo që thoni ju, do ta verifikoj, por e di përmendsh detyrat e shtëpisë që kemi për çdo ditë nga sot deri në fund korrikut. Nuk është ajo që thua ti në ato detyra shtëpie që kemi. Zoti Balla, një pyetje. Ju thatë më herë që nuk i ndjek të gjithë në rrjetet sociale, le të themi, grupin parlamentar të Partisë Socialiste, duke ju referuar transmetimi me kamera. Duke ju referuar në mënyrë të tillë dhe postimit apo qëndrimit të zonjës Spiropali, por nga ana tjetër ndiqni me mijëra qytetar për protestën, që flasin por jo ata zërat brenda Partisë Socialiste. A mos po e mbroni ju zonjën Spiropali edhe nga paralajmërimi i bërë ndaj saj për përjashtim nga grupi për daljen nga rreshtat e Partisë Socialiste? Tani unë prapë po them që unë nuk jam mu bë një pyetje, jeni njohur me këtë kërkesë e bërë përmes. Nuk jam njohur me këtë kërkesë. Dhe kam thënë shpesh, unë kam një komunikim shumë të mirë me të gjithë deputetët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, përfshirë dhe me kolegen Spiropali. Faleminderit. Ndoqëm kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zotin Tavlan Balla.